Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues, paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Dhe mirë se vini në emisionin Në prag të iftarit. Program i realizuar mes Radio Vatit dhe Myftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radio Vatit si dhe në kanalin zyrtar TV Myftinia. Në këtë program vazhdojmë të trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e profetëve. Në jetën e çdo profeti shohim sprova, sakrifica dhe përkushtim. Nëse duam të ndjekim rrugën e tyre, duhet të përqafojmë durimin dhe devotshmërinë. Sonte me mua në studio, për ta zbukuruar këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kemi të ftuar mualimen Suada Jakupi, me të cilën do të bashkëbisedojmë rreth pejgamberit Lut alayhi salam. Mirë se na erdhët, e nderuar. Mirë se ju gjejtë. Ju faleminderit. Atëherë në vazhdim, vazhdojmë me pyetjen kush ishte pejgamberi Lut alayhi salam dhe cili ishte misioni i tij. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Atë e faleminderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë strehim prej të keqes dhe prej veprave tona të shëmtuara, se me të vërtetë atë që e udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që e humb Allahu nuk ka kush që e udhëzon, nuk ka kush që e vetëdijson përpos mëshirës së mëshirëplotit. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë e njerëzimit, shembullin dhe edukatorin ton suprem Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shokët e tij besnik, familjen e tij të pastërt dhe të gjithë ato që e ndjekin dhe vazhdojnë që ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur të banorëve të xhenetit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ne. Disa dietar mendojnë se Luti alayhis salam ishte djali i vëllaut të Ibrahimit alayhis salam. Babai i tij i vdiq qysh kur ai ishte fëmijë. Për të u kujdes gjyshi i tij Azeri dhe xhaxhai i tij Ibrahimi alayhis salam, i cili e donte shumë. Luti alayhis salam besoi në mesazhin e Ibrahimit alayhis salam, pra e pranoi fenë e Ibrahimit alayhis salam dhe migroi me Ibrahimin alayhis salam. Prej tij mësoi shumë gjëra. Dhe për këtë Allahu xhaleshanuhu e nderoi dhe e bëri si pejgamber në qytetin Sedom. Ky qytet gjendet në Palestinë. Populli i këtij qyteti arrin dikon 400.000 banor. Ky popull vepronin gjën më të ulët, të cilët asnjë popull më parë nuk e kishin vepruar. Ata ishin njerëzit më të shturur mbi tokë. Ata bënin imoralitet, gjë që është një vepër tepër e ulët. Prej tyre, pra disa filluan të bëhen gratë, burrat sikur gratë, pra tratonin në tregti dhe në shumë gjëra të tjera, të cilët asnjë popull më parë nuk e kishin bërë. Luti alayhis salam vazhdimisht i ftoi, por ata nuk ju përgjigjen. Përkujto thot kur Luti alayhis salam i tha popullit të tij: "O populli im, apo bëni gjën më të shëmtuar që asnjë popull më parë nuk e kishte bërë." El-Araf 80. Edhe pse Luti alayhis salam pra gjendej në një situatë të tillë, ai vazhdimisht i ftoi njerëzit jo në besim, siç i ftonin pejgamberët e tjerë, por Luti alayhis salam i ftonte vetëm që ta largojnë këtë vepër të ulët. Pra ata ishin njerëzit që kishin bërë një gjuna apo një gabim tepër të madh, dhe besimi në Allahun xhaleshanuhu nuk kishte vlerë tek ata. Luti alayhis salam vazhdimisht ju thoshte që të pastrojnë moralin e tij, që të largohet nga kjo vepër e keqe. Edhe pse Luti alayhis salam pra jetoi në një grup njerëzish, ai asnjëherë nuk u mërzit, asnjëherë nuk u dorëzua, por vazhdimisht e ftoi popullin e tij
edhe pse nuk ju përgjigjën lutit a.s. Ju falimnderit. Pyetja në vazhdim është: cilët ishin gabimet kryesore të popullit të Lutit a.s. Dhe a lidhet kjo histori me shoqërinë e sotme tek ne? Gabimet e Lutit a.s. si gabim pra më i shëmtuar apo më i ulët ishte imoraliteti. Dhe derisa arritën atë gratë që të ketë marrëdhënie mes dy gjinive të njëjta. Si gabim tjetër ishte sepse burrat filluan të bëhen si gra. Tregon Ibn Abbasi thot visheshin, zbukuroheshin dhe dilnin ecnin sikur gratë. Ngacmonin thot edhe njerëzit në rrugë. Tani nëse e krahasojmë në kohën e Lutit a.s. dhe në kohën të cilën jetojmë, pra janë të njëjta dukuri që i shohim sot. Shohim varse në qafë, vath në vesh, bizilik në dorë, ngjyrosje e flokëve e shumë vepra të tjera, kur gjërat të tilla pra i kalojnë kufit, u shfaqen sjellje perverse. Kjo pasi kur ata arritën të ndryshojnë pra natyrën e tyre prej burrave, pra u bën gra, humbën shumë cilësi të mira të tyre. Ndonjëherë ne habitemi mbi shkakun e ndalimit të disa gjërave në sheriatin islam. Ne shprehim habi kur dëgjojmë hadithe kërcënuese, pra si hadithin e pejgamberit a.s. që e ndaloi arin për burrat. Kur pejgamberi a.s. një ditë pa një njeri që i kishte një unas të arit në gisht dhe i tha: si ka mundësi që dikush prej jush të mbaj zjarr në dorë, hiq atë shpejt. Dhe gjithashtu e njëjta gjë vlen edhe për ato meshkuj pra që veshin veshje të mandafsht. Me këtë ne themi se kushdo që vesh flori apo veshje të mandafshta, duhet që ta kujton që mos të arri sikurse populli i Lutit a.s. të mos vi deri në atë gratë që ta mbrih popullin e Lutit a.s. Sepse njeriu bëhet jo kritik ndaj këtyre gjërave të ndaluara. Njeriu pra kur ja lejon vetes të kënaqet me gjithçka, halal apo haram qoftë, ai kthehet në rob të shejtanit dhe do të kërkoj të bëj gjëra që janë kundër natyrës njerëzore. Pra, andaj gjëra që pejgamberi a.s. i ka ndaluar, nuk i ka ndaluar pa ndonjë qëllim të caktuar. Gjithashtu, e keqja më e madhe e këtij populli ishte se jo që e bënin gjunahin, por ishin njerëzit e parë të cilën e vepronin këtë vepër të ulët. Dhe për këtë, edhe sot ato njerëz që veprojnë gabimet apo gjunahe që i bëjnë sikur se populli i Lutit a.s. ju shkojnë gjunahe edhe popullit të Lutit a.s. dhe kjo do të vazhdoj deri në ditën e gjykimit. Pra nga kjo duhet të kemi kujdes, sepse çdo njeri që ja mëson dikuj një vepër të keqe dhe ai e vepron, gjunahet atij do t'i kthehen edhe këtij njeriu. Dhe e kundërta. Nëse një njeri dikujt i mëson një vepër të mirë dhe ai vepron, pra sevapet apo të mirat do t'i kthehen këtij njeriu. Nuk është e njëjtë, pra duhet të kemi parasysh se nuk është e njëjtë sikurse ai që e vepron një gjuna dhe ai që e shpik një gjuna. Allahu ju shpërbleft. Atëherë pyetja në vazhdim, cili ishte ndëshkimi i popullit të Lutit a.s. dhe familjes së tij? Luti a.s. pra filloi që t'i ftoi në rrugë të drejtë popullin e tij, sa më shumë që ai u fliste, ata aq më shumë e urrejnin Lutin a.s. Kur erdhi koha e premtimit të Allahu xhaleshanuhu apo koha e dënimit të këtij grup njerëzish, Allahu xhaleshanuhu te populli i Lutit a.s. dërgoi me lek në formë të njeriut, pra në formë të djelmoshave të bukur, me qëllim që ta sprovoj edhe një herë popullin e Lutit a.s. Kur Luti a.s. i pa këto, ai u mërzit, u brengos, sepse e dinte që populli i tij do të vinë, do të grumbulloheshin dhe do të kërkonin gjën më të shëmtuar të cilën ata e bënin. Dhe për Lutin a.s. kjo ishte një natë tepër e vështirë. Kjo natë e vështirë për Lutin a.s. do të jetë nata e shpëtimit të tij dhe nata e ndëshkimit të këtij populli. Me të njëjtën do vi, pra Zoti i gëzon njerëzit e këqij dhe më pas i shkatron.
i frikson besimtarët, por i shpëton. Luti a.s. u tha: "O populli im, që ja merrni këto bijat e mia, gratë ati vendi, janë më të pastërta për ju. Keni frikë Allahun dhe mos më tërproni me musafirët e mi." A ka ndonjë njeri të mençur? Populli i Lutit a.s. i tha: "Ne nuk kemi kur farë lakmije tek bijat tuaja, por ti e din se çfarë duam ne." Atëherë Luti a.s. tha: "Sikur të kisha fuqi kundër jush." Andaj engjëjt tha: "O Lut, ne jemi të dërguarit të Zotit, ata nuk do të bëjnë dëm. Pra ne jemi të dërguarit të Zotit, ti merre familjen tënde dhe largohu nga ky vend deri në mëngjes." Por mëngjesi ishte shumë afër. Atëherë Luti a.s. i mori vetëm 2 vajzat e tij, ndërsa sa i përket gruas së tij, thot Zoti ka sjell shembull gruan e Nuhit a.s. dhe të Lutit a.s., të cilat i tradhtuan atë të dy, e Tahrim 10. Qëllimi në tradhti është në besim dhe jo në nder, sepse është e pamundur që gratë e profetëve të tradhtojnë në nder. Gruaja e Lutit a.s., edhe pse jetoi në atë vend, ajo nuk veproi sikur se ata, por nuk ju duke diçka e madhe kur veprojnë ato një gjë të tillë. Pra nuk ishte për ata sikur asgjë ato vepra që i bënin. Dhe nga kjo kuptojmë se duhet që ta kemi parasysh se edhe ato që nuk veprojnë një gjë të shëmtuar, por shikojnë një gjë të shëmtuar dhe nuk mërziten, pra mund që të kenë dënimin ashtu siç e pat gruaja e Lutit a.s., pra Allahu xhaleshanu e shkatroi atë së bashku me popullin e tij. Allahu i lartësuar nuk shkatroi asnjë popull ashtu siç e shkatroi popullin e Lutit a.s. Fillimisht i verboi, pastaj u anxiu fytyrat dhe më pas e porositi Xhibrilin a.s. që me krahun e tij t'i ngrej lart në qiell sa që dëgjoheshin britmat e tyre. Dhe më pas bie një shi i rëmbyeshëm, shi që përbëhet nga copa guri të pjekur. Çdo gur ishte i urdhëruar mbi persona të caktuar. Më pastaj Xhibrili a.s. pra i zbriti në tokë, i përplasi këto dhe e shkatroi këto popull. Thuhet se vendi që u shkatrua ishte ajo që tani dihet sikur deti i vdekur. E nderuar, si në fund, çka mund të përfitojmë nga kjo histori e Lutit a.s. dhe cili do ishte mesazhi juaj për gjithë ndjekësit tanë? Historia e Lutit a.s. nuk është një histori e bukur, nga ky popull pra kishte shumë vepra të shëmtuara. Por ajo që duhet ne të kemi parasysh, ajo që ne duhet ta marrim këtë, duhet të kemi 2 gjëra më kryesore. E para është që ta ruajmë nderin dhe ta pastrojmë moralin ton, ku nga lutjet e pejgamberit a.s. ishin edhe fjalët ku thoshte: "O Zot, unë të lutem të më udhëzosh, të më japësh devotshmëri, të më ndihmosh ta ruaj nderin dhe të më shtosh pasurinë." Dhe si e dyta është që të flasim të tjerave rreth Zotit dhe fesë, sepse nëse njerëzit nuk do të jenë të lidhur me Zotin, mund që t'ju vi shkatrimi ashtu siç ju erdhi popullit të Lutit a.s. Allahu ju shpërblef për këtë bashkëbisedim të këndshëm, si dhe elaborimin rreth temës së Lutit a.s. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Miftininë e Shkupit, falenderoj televizionin TV Miftinia dhe gjithashtu pasi që jemi edhe në prag të iftarit, gjithë agjëruesve ju dëshiroj agjërim dhe lutje të pranuara. Kështu e mbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, agjërim të pranuar. Deri në emisionin e radhës, mirë mbetëshi, wassalamu alaikum.